Punonjës nga institucione të ndryshme të Korçës janë përbashkë për të dhuruar gjak në ditën botërore të talasemisë. Kjo kauzë është mbështetur dhe organizuar nga Prefektura e Qarkut të Korçës në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe Bankën e Gjakut me qëllim mbështetjen e fëmijëve talasemik. 8 maj është dita botërore e talasemisë, një sëmundje gjenetike që për fat të keq prek miliona njerëz në mbar botën, e referuar statistikave që kemi nga mjekët hematolog. Në fakt, numri dhuruesve vullnetar është gjithmonë në rënje, prandaj institucioni prefektit, së bashku me Qendrën Rinore dhe me Bankën e Gjakut, gjej rastin t'i falenderoj në mënyrë të veçantë, po ashtu edhe stafin e institucionit të prefektit për angazhimin. Jemi bërë të gjithë bashkë për një arsye të vetme, për të ndërgjegjësuar, për të sensibilizuar të gjithë dhuruesit vullnetar, sepse gjaku nuk është thjesht një akt durimi, është shpresë, është jetë, dhe ajo që i diferencon shoqëritë në fakt nga njëra tjetra është mënyra se si ne kujdesemi për më të brishtet. Kemi zgjedhur 8 majin për të dhënë këtë mesazh. Dhuro gjak, shpëtoj jetë. Pjesë e dhurimit janë bërë edhe punonjës të policisë të Qarkut të Korçës, të cilët e vlerësuan si shumë të rëndësishme këtë fushat për dhurimin e gjakut. E vlerësojmë shumë të rëndësishme nismën për të dhurimin e gjakut, pasi duke dhuruar gjak ne shpëtojmë një jetë. Dhe u ftoj të gjithë, jo vetëm punonjësit e policisë, po të gjithë qytetarët t'i bashkojnë kësaj nisme, dhuro gjak, shpëtoj një jetë. Mendoj që është një nisme mirë për të dhuruar gjak, jo vetëm ne si punonjës policie, po për të gjithë personat që e ndjejnë të nevojshme, sepse është një nismë që ndihmon jetën e njerëzve, të cilët mund të bëjnë aksidente të ndryshme. I ftoj të gjithë të bëjnë dhurimin e gjakut, sepse është një nismë e vendosur shumë e mirë. Të gjithë qytetarët që kanë dëshirë janë të ftuar të dhurojnë gjak çdo ditë pranë Bankës së Gjakut në Korçë, duke treguar se Korça nuk është vetëm një komunitet, por një familje që qëndron pranë më të brishtëve dhe të gjithë atyre që kanë nevojë.